ata duan, pra izraelitët duan ta djegin lidhjen e mesme. Kjo është edhe qëllimi kryesor i çështjes. Nuk është qëllimi këtu thjesht zhdukja e bombës ose shkatrimi i bombës befamore iraniane. Jo. Sepse e para nëse donin ta bënin këtë gjë, domethënë ata mund ta kishin bërë më herët, mirë, por përkundrazi, ata me këtë thjesht po e nxisin Iranin që ta ketë. Pra, deri tani për shembull, iranianët kanë 400 kg uranium, cilët e kanë të fertilizuar në 60%. Këtu ka lejonit ju them që me aq sa kam dëgjuar ka edhe dy pikë pyetje. Së pari nga vitet 2000 e deri tani ka arritur Irani ta përgatitë bombën bërthamore, dhe së dyti, në mos gaboj, Khamenei ka shprehur që është haram, pra dhe e mohon faktin që ta kenë. Pra si është? Shiko. Unë asnjëherë si kam besuar Iranin, në të vërtetë. Asnjëherë si kam besuar Iranit. Për mua Irani dhe Izraeli janë faqet e të njëjtës monedhe, vetëm dy faqe të ndryshme të njëjtës monedhe. Unë asnjëherë si kam besuar as Khamenei as Netanyahu. Për mua të dy janë nëse flasim me gjuhën fetare, të dy janë kafir, e kupton. Kurse për sa i përket Khameneit në rastin konkret haram apo jo, domethënë para se ta bëj Khamenei haram, këtë e bën Islami haram, sepse po të shohësh domethënë në gjithë historinë islame, pavarësisht sa shumë janë zhvilluar muslimanët në shkenca të ndryshme, vetëm në një shkencë nuk janë zhvilluar fare. Vetëm në shkencën e prodhimit të armëve, sidomos të armëve të shkatrimit në masë. Në Islam kjo është, domethënë, e kanë ndaluar dietarë shkencëtarët muslimanë, domethënë e kanë ndaluar rreptësisht. Pra, ne kemi një botë islame e cila ka zhvilluar kimin, ka zhvilluar matematikën e tjera me radhë. Mirë, por kur vjen puna te lufta, ka luftuar me shpatë. Ndërkohë që kishim mundësi të luftonin me armë tjera, mund të shpiknin lloj armësh, por nuk e kanë bërë. E di pse? Sepse në Islam nuk lejohet vrasja e krijesave të pafajshme. Domethënë kur krijon një armë të shkatrimit mas, ti duke krijuar një armë për të vrarë domethënë njerëz pa fajshëm. Pra shkatrim në mas, shkatrim masiv. Dhe kjo gjë është ndaluar në Islam. Mirë po, fetvaja e Homeinit e para ca kohëve, domethënë për këtë çështje është më tepër politike se sa është realiteti i vërtet. Ata e kanë zhvilluar armën e tyre, edhe kanë ndoshta nuk i kanë arritur deri në nivelin e perfeksionimit pra për ta bërë gati për një armë. Por ata kanë arritur ta bëjnë deri në 60%, që do të thotë bomba, pra mund të krijojë bomba të qelbura, që ndryshe, ose bomba të cilat domethënë krijojnë rrezatim, edhe mund të shkatrojnë vetëm rrezatimin që krijojnë. Edhe mund të krijojë aktualisht sot domethënë Irani mund të ketë diku ke 9 ose 10 të tilla që i ka krijuar, domethënë, kupton? Pra, në të vërtetë ata i kanë. Edhe po ta shohësh domethënë Khomeini apo Khamenei tash domethënë, të hipokrizi që ata i bëjnë në botën. E vërteta është se domethënë arma bërthamore vetë është krim më vete. Kushdo që e ka domethënë është krim që ta ketë. Sepse për këtë le të themi është armë shkatrimi në masë, pra fret deri në kafshët e tokës, jo njerëzit që i shkatron, po edhe kafshët i shkatron. Edhe të parat që e kanë bërë këtë gjë janë amerikanët, pastaj rusët me radhë, domethënë duke dalë deri tek izraelitët. Gjithë këta fakt janë zullumqtar të botës. Gjithë këta janë thjesht njerëz zullumqtar ose shtete zullumqare të cilat domethënë kanë mbi shpinën e tyre gjakun e mijëra miliona viktimave. Dhe rasti i fundit kjo që po ndodh në Gaza domethënë i ka demaskuar jashtëzakonisht shumë. Kështu domethënë çështja e prodhimit të armëve të bërthamore të Iranit është kjo, pra që ata unë nuk i kam besuar, edhe sot kësaj ditë që po flasim, unë nuk i kam besuar që ata vërtet duan ta shkatrojnë atë. Gjithçka që po ndodh është thjesht ata po e ngacmojnë Iranin, sepse normalisht unë nuk e besoj që Irani dhe Izraeli janë në aleancë, por besoj që ata janë dy fuqi konkurrente për terrenin në lindjen e mesme, për terrenin pra të botës islame, që ashtu kush ta pushtojë. Ose Izraeli don ta dominojë, ose Irani don ta dominojë. Mirë po, unë mendoj që asnjëra tjetër s'ka për të ndodhur, edhe të dyja superfuqitë rajonale, siç është edhe Izraeli, edhe Irani, do përplasin mbyrët me njëri tjetrin derisa të thyen. Asnjë gjë më tepër s'ka për të ndodhur. Ju sa ngacmoi Trumpi bishën, po si do jetë përgjigja tani? Edhe përgjigja do të jetë ashpër për mendimin tim. Po ku? Deri ashpër nuk është se do të jetë shiko,
edhe vetë Irani nuk i intereson me qenë kështu më ashpër çështja. Edhe vetë Irani, a kupton? Pra Irani më tepër tash le të themi Çështjen deri. është më mirë për Iranin, pra sikur ai të zgjidhë çdo gjë me bisedime, do të ishte më mirë për të sepse është më i fituar. A kupton? Pra aktualisht ai bombën e ka. Askush nuk i thot asgjë, Amerika e goditi. Kjo ishte fuqia që mund godisë Amerika, më tepër se mund godisë dot. Pra Amerika e goditi dhe tani bomba i shpëtoi, e ka domon akoma. Kështu që ai tash është më i ka le të themi ka baza më të forta në bisedime dhe për këtë arsye unë mendoj se Irani ka përzier bisedimet më shumë se sa hakmarrjen në terren. Do të thonë, kur them hakmarrjen në terren jo ndaj Izraelit, por kam fjalën ndaj shteteve arabe për rreth, sepse po të digjen shtetet arabe tash aktualisht në këtë kohë, po të digjen shtetet arabe, do të digjen te Irani dhe po dogjen të dyja palët, do bllokohet edhe nafta, do bllokohet edhe tregtia dhe po bllokuan këto pra, po blloku xhiri persik dhe ngushtica e Hormuzit, po blloku, atëherë do thotë që ne kemi një shkatrim jo vetëm për botën, por edhe për vetë Iranin, edhe për vetë Kinën. Duhet dim që Irani është Ukraina e Kinës. Pra nëse Ukraina për europianët edhe për Amerikën është fronti i parë i luftës tyre, i përballit tyre, është Ukraina pra, maja e heshtës. Për lindjen, për perëndimin pra është Ukraina, kurse për lindjen është Irani. Më kupton? Pra, nëse thyet Irani, thyet Kina. Nëse thyet Irani, thyet Rusia, thyet Korea, thyet gjitha pjesa lindore. Përgjigja e Boshtit për ta mbështetur Iranin, se deri tani kemi parë vetëm deklarata dhe Putini vetëm mbështetje diplomatike. Ata i kanë bërë. Unë mendoj se ata i kanë bërë edhe më parë dhe vazhdojnë në nivele të tjera ata vazhdojnë ta ndihmojnë dhe ta furnizojnë Iranin. Kupton, sidomos Kina